demonstrata dhe protesta shumë të egra ndodhin në Europë. Demonstrata me rastin e 35.000 vete ndodhin në Iran. Pra gjithkohë populli ngrihet ndaj një qeverie represive dhe despotike. Rama është në disërej. Duket që është i shpartalluar nga dosjet masive dhe i doli blofa jo rezoluta me Iranin, kur si thot vetë 100.000 vetë festuan në Nevruzin, dihet që origjinën e ka nga Persia. Ka pasur sulme kibernetike nga Irani dhe në arkivat e qeverisë shqiptare është zhdukur dosja e inceneratorëve. Irani e fali apo është një lojë prallë e Ramës që vazhdon të jetë si grup i strukturuar kriminal. Më shumë e Rama do merren në pjesën e fundit. Ka ndruar jetë Robert Mueller, drejtori i FBI, dhe të gjithëve ju ka bërë përshtypje reagimi Trump që unë jam i lumtur që ai vdiq. Ti je realist. Robert Mueller, edhe pse në gjendje mendore në rënje, kërkoi të nxinte jetën e familjes Trump me hetimet ndaj asaj që quhet Russian collusion. Dihet që gjithçka kryhej nga drejtori i FBI-t Comey e jo nga Mueller. Muelleri dënoi 8 vet për Russian collusion, 5 prej tyre u falën nga Trump. Ai nuk ngriti akuzë ndaj presidentit sepse presidenti ishte në detyrë. Billorali do thoshte që edhe ndaj meje ka shumë njerëz në detyrë që kanë folur helm dhe unë do të isha i lumtur kur ata të vdisnin. Por kjo ndryshon atë gentlemanin siç donte të bënte Obama. Trump brenda ditës ka bërë deklarata kundërshtuese dhe të gjitha janë në Twitter. Ka sharë NATO-n, ka sharë aleatët, ka thënë kam fituar, pastaj do të mbyll Hormuzin, do të shkatroj Iranin dhe sot del me deklaratën që për 5 ditë tjera kam dhënë sugjerim të mos ketë bombardime sepse po kryen bisedime të shkëlqyeshme. Ministri i jashtëm i Iranit thotë jo. Ai kërkon të fitoj kohë. Paneta ish drejtori i CIA-s dhe i Pentagonit thotë që çdo gjë është mbi shpatullat e Trump. Mënyra se si hyri në luftë pa diskutuar me aleatët, mënyra se si flet, dhe ai është përballë një zgjidhje të madhe. Do të ndërhyjë me trupa në Hormuz apo jo? Do të mjaftohet me një fitore madhe si e Cezarit do të tik, por gjithkush e di që s'ka fituar. Është prova e jetës së Donald Trump. Ushtria amerikane ka potencën më të madhe në botë, fakt. Por mënyra se si zhvillohen operacionet ushtarake ka ndryshuar tërësisht. Duket se kanë mungesë raketash në të dyja palët. Interceptimi kushton shumë, $4 milion për Tomahawk për një dron. Por shumë nga dronët janë ekzekutuar nga avionët amerikanë dhe çifut që godasin ndaj tyre. Është hetur një numër shumë i madh raketash dhe dronësh, le të themi në United Arabs, Emiratet e Bashkuara, rreth 1200-1300 dronë dhe 300 ose 400 raketa balistike, më shumë se në Izraeli. Dhe janë vrarë 1400 njerëz të pafajshëm se shtuhet. Është një luftë e madhe inteligjenca artificiale, AI. Askush nuk e di realisht se çfarë ndodh në tokë, sepse në qoftë se nuk ke reporters për të raportuar, nuk ke se si ta marrësh vesh. Por që regjimi i Iranit është dobësuar në një mënyrë masive, këtë nuk e kundërshton askush. Vrasja e elitës drejtuese nga çifutët e Tel Avivit ka bërë që në krye të vinë njerëz më konservator, më radikal dhe nuk zgjedh dot njerëz për të pasur variantin e Venezuelës, për të pasur një gjysmë diktator që do të vijë mbas shtatit presidentit Trump. Sipas kushtetutës amerikane, deri në 60 ditë mund të zhvillosh një luftë pa autorizimin e Kongresit. Mbas kësaj duhet autorizimi i Kongresit. Kongresin Trump e kapë me një numër shumë ngushtë. Ka kërkuar $200 miliardë. Bolton thotë që nuk dim detajet, por nëse është për arsenalin e munguar të armëve, është më së drejtë. Ushtria amerikane e ka çuar buxhetin $1 trilion, ndërkohë që Trump e ka rritur uhan kombëtare me $1 trilion, vetëm në një vit në shtëpinë e bardhë. Është mes mandat. Kalkulimet bëjnë që Trump të arritë zgjidhja e tretë, të deklarojë fitore dhe tik, por ka dërguar 2500 marinësa
ka pasur disa ide për të marrë ishullin ku është gjithë struktura e tubacionit të naftës së Iranit, do të ketë vrarë. Marinsat bëjnë çdo gjë. Shpongjet me iranianët. A do të ngrihen përsëri. U vran 30-35.000 vetë në janar. Tashmë janë të mbyllur në shtëpitë e tyre, mungon energjia elektrike, mungon ujë, mungon siguria. Kjo mund të kthehet në bumerang, sepse midis qijave, midis bombardimit, vrasjes, mund zgjedhin që të mos ngrihen. Gjithkund është e drejta e gjithkujt që të ngrihet. Ajo që ndodhi dje në Tiranë, duke synuar jetën e Berishës nga Rama, është kalimi vijës kuqe. Në qoftë se ka figurë që meriton të ekzekutohet, jo vetëm politikisht, është Rama. 80% e shqiptarëve urrejnë. Ai urren Shqipërinë. Shet e fal toka pa pyetur kënd. Ambasadore skandaloze amerikane në Athinë erdhi me një grek oligark veshur si punëtore rrugësh, dhe Rama i fali minera me materiale të rralla, kobalti, por do të jetë njësoj si Shpiragu. Janë mashtrimet e radhës për të pastruar milionat ose miliardat e dollarëve të grekut, të ambasadores skandaloze dhe pjesa e Luanit gjithmonë nga Rama dihet. Me protesta, opozita e ka nxjerrë lakuriq shefin e lindave. Natyrisht që përkraja nga Europa ka ardhur dhe është rritur, Berisha e ka thyer embargon ndërkombëtare me europianët dhe është këmbgulës. Rama nuk mund të shpëtojë nga fundi i tmerrshëm që meriton. Se si do të shkojë, këtë e vendosin shqiptarët. Dhe askush nuk ka drejt të ndalojë protestën ndaj një qeverie teje të korruptuar. Ambasadat e huaja duhet veprojnë si në çdo vend të NATO-s. Nuk i pyet kush, nuk detyron asgjë. Ambasada e Amerikës është e heshtur sepse është politika e re e Departamentit Amerikan të Shtetit, mos shkruani, mos flisni, vetëm kur ketë interesa ekonomike amerikane. Ky është fakt. Është shkrirë Byroja e Drejtave të Njerëzit. Nuk flitet për zgjedhje, por Kurtin e ka onuruar në 2-3 vende të tjera gjithashtu në Poloni, Ramën jo. Janë të ftohtë, janë të akullt. A do të mjaftoj blerja e vajzës e dhëndrit ignorant të Trump? Nuk besoj. Grinell, gej skandaloz, konservator, ka gisht të falja e kobaltit të minierës për Grekun, ku si seksere ishte dhe ambasadorja skandaloze Margarita Girl. Grinell është një figurë ndyrë anti-shqiptare. Kurti e sfidoi. Në këtë kohë që është kjo krizë e madhe, duket që bien vëmendja dhe interesi për Ballkanin. Por Ballkani mbetet i rëndësishëm për politikën amerikane, për mënyrën se si Trump do të reagojë. Ndaj dhe Bolton ngrekën banët. Dhe ka të drejtë, sepse është përplasja e Rusisë dhe Amerikës pikërisht të këto ujrat e ngrohta të Adriatikut. Dhe unë do doja që edhe një herë të kthehej në fuqi teoria e madhe e Jesse Helms për një Shqipëri të bashkuar me Kosovën. Dhe Reagani ka qenë për këtë platformë. Do doja që të kishim një president republikan si Reagan dhe si Bush, që kjo të realizohet një ditë. Por me një qeveri dobët anti-shqiptare të Ramës, kjo vonohet. Rama nuk ka dashur të hyjë në BE, kështu që nuk është ndonjë, por Rama të merrohet. Lakmus test, dërgimi i Lindës Urrelit, ndalimin JFK. Ai e di që dosjet janë shumë të mëdha dhe ai është qartë, është ankuar, duan të murgosin si Trumpin e madh. Zotëri, fati yt është në duart e Spakut, por dhe të agjencive amerikane, dhe dosja Sinaloas, pastrimi i parave, ndalesat në Aruba, AB Bank, Mechanical, dhe hetimet e thella me 100 hetue special të FBI për grup i strukturuar kriminal për Soros. Ndaj shqiptarët kanë drejt protestojnë.
Dhe efekti më i madh është tek mediat e huaj që vëmendja kthehet në një vend që europianët më duket e kanë kuptuar që droga masive, lidhjet e Ramës me grupet terroriste të Sinaloës vrasin me mira e qindra mira fëmijë europian. Ndaj, kjo e keqe në atë pjesë të Ballkanit do hiqet. Dhe duhet hiqet, por natyrisht nga vetë shqiptarët. Kudo në Shqipëri. Shqiptarët e treguan dhe njerë që më shumë se 80% e urrejnë Edi Ramën. Të parësyeshme deklaratët e ambasadave të huaja në Tiranë, vetëm me ne. Përse nuk flasin ambasadat ndaj qeverisë të korruptuar në mënyrë skajore, por çdo vend fatin e tij e gjen përmes popullit vet. Në deklaratën e pavarësisë amerikane thot populli ka drejta përmbys me dhunë qeverinë kur ajo bëhet despotike. Demonstrantat në Tiranë nuk janë as pak më të ashpra se ato në Francë, në Paris, në Gjermani, kudo. Dhe po të krahasosh me 21 janarin, nuk ka krahasim. Po kur shkruajnë dhe flasin Taulanballa and Company, është për të qesh. Kudo në Shqipëri. Bright Side Dial Center është qendër për kujdes editore për të moshuar me një eksperiencë prej 15 vitesh. Personeli shërbyes, si infermieri, punonjësi social apo trajnuesi fizik, janë specializuar enkas për nevojat e këtyre moshave. Ne ofrojmë transport komod, ushqime një dietë të balancuar, si dhe ushtrime fizike të përditshme. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.